Shikues të nderuar, mirësera në emisionin TV Logu. Sonte do diskutojmë për fabrikën e Gypave, për ish punëtorët e saj, të cilët po bëjnë 1 vit që janë në grevë, në kërkim të drejtës së tyre për të realizuar mjetet e kompenzuara, të njohura edhe nga shumë instanca gjyqësore, së fundi edhe nga vetë gjykata kushtetuese, por një proces i cili ka marrë përmasat e një odesiade në zbatim të së drejtën. Për të shkëlqitur shumë aspekte të kësaj teme të ndihshme, jo vetëm për ish punëtorët e fabrikës së Tuva, por mbase për krejt qytetarët Frizajas, por edhe më larg, me neve sonte janë Ali Azemi, kryetari i shoqatës së sindikatave IMF, të ish punëtorët të fabrikës së Tuvave në Ferizaj, Ali Shabani, antari i kryesisë së kësaj shoqate, pastaj Faje Grajinca, jurist, ish punëtor i fabrikës së Tuvave dhe një herë drejtori i urbanizmit, si edhe Ahmet Sulimani, antar i shoqatës sindikale, dhe njeri i cili ka bërë tashmë 360 ditë grevë në tendën e ngritur para qeverisë së Kosovës. Unë ju falenderoj që jeni këtu për kontributet që do të jepni dhe zoti Ali, do të kishim nisur për ngjarjes së sotme dhe që i parapriu ngjarja e djeshme. Ju dje patët një protestë në sheshin e qytetit, me një fjalë hyte edhe në kuvendin komunal, një farforme e uzurpuat atë për një kohë, kurse sot çështja juaj gjithashtu ngret sërish në Parlamentin e Kosovës. Pas 360 ditëve grevë dhe pas gjithë kësaj rruge të kërkimit të së drejtës së juaj, si duket gjërat nuk kanë nisur ende si duhet. Si është komenti juaj? Faleminderit për ftesën, edhe i përshëndes gjithë punëtorët e fabrikës Tuva, teleshikuesit e TV Temës, po dhe stafin e ju që e keni bë të mundshëm një debat televiziv lidhe me një problem të fabrikës Tubave, i cili është problem shumë i koklavitur, problem që me vitet e tëra po zhagitet. Çka bën të koklavitet, zotë Azemi, kur ne kemi edhe vendimet të instanca më të larta gjyqësore? Është mos efikasiteti i shtetit, se fundi kur të gjitha gjykatat e një shteti vendosin të mirën e punëtorëve, mos ekzekutimi i tyre është një shkelje drastike drejtave të njerit dhe e konventës evropiane për drejtat e njerit. Në rastin tonë konkret që elaboruat edhe ju, unë kisha menda problemin e fabrikës Tubave, gjithsesi punëtorët të fabrikës Tubave në 2 etapa. Etapën e parë kur fabrika nuk ka qenë e privatizuar, dhe më thonë si debitor ishte IMK-ja, dhe gjitha dokumentacionet edhe aktet ligjore janë kanë drejtu ndaj debitorit IMK në Ferizaj. Tu një sprej asaj gjykatës komunale me akvendimin 340 që e kemi të cilës disa herë, deri te gjykata supreme, dhe debitori gjithsesi preferohet nga AKM-ja mos privatizohet derisa të lahet borxhi ose të shlyhet borxhi i shmëtorëve. Ne mendoni se nuk janë dy procese të ndara, çështja e kompenzimit dhe njohjes së drejtës për kompenzim dhe çështja e privatizimit? Apo ato dy janë gatruar? Janë gatruar mes vetë ato, sepse borxhi ka qenë më la, kur ka qenë fabrika si debitor, ndërsa punëtor si kreditor. Ndërsa AKM-ja kur o formu me atë rregullore në 2002 fraksion 12 dhe privatizimi me atë rregulloren tjetër dhe likvidimi që fillon me atë rregulloren 2005 fraksion 28, ka qenë dashtën që me i përfillën këto aktgjykimet gjykatës komunale deri te kjo supremja. Se shumë në mënyrë decisive theksohet se asetet e lojshme të fabrikës, të lojshme dhe të palojshme asetet e fabrikës Tubave në Ferizaj janë në dispozicion për larjen e borxhit, ose ma thjesht me thonë, duhet shitën asetet që të lahet borxhit nëse debitorët llogaritë e veta nuk ka para. Këtu është bën një eskivazh, është bën një keqpërdorim nga AKM-ja, të e vu atë drejtorin e dhunshëm e kështu me radhë, dhe bëhet privatizimi i fabrikës në atë valën e 19, që në realitet nuk ka që ndoshta e të privatizohet, kështu që
ky bare e debitorit metet edhe gjatë privatizimit, dhe me thonë, dhe prandaj na në vitin 2007 banëm një kërkesë gjykatën kushtetuese, ku gjykata kushtetuese e shqyrtoi rastin ton, u majt një seancë dëgjimore në rastin e kësaj problematike, ishin prezent aty edhe blerësi edhe profesorët e akademës e kështu me radhë, dhe me 17 dhjetor 2010 kjo gjykata kushtetuese e pruni aktgjykimin me numër 75 fraksion 10 i rastit kyt 08. Mirë, zoti Azemi, të kalojmë vetëm pak të japim fjalën zotit Shabani, nisën nga fakti se as 5 vite pas këtij vendimi që na sqaroi zoti Azemi, gjërat s'kan lëvizur nga dama. Në anën tjetër, zoti Azemi tha se AKP-ja ka bërë keq përdorim, kurse në anën tjetër prap gjitha shpresat janë te AKP-ja që ta njeh drejtin e juaj. Edhe pse gjykata kushtetuese një farë forme ka bartë si çështje detyrimore, ka bartë edhe te qeveria e Kosovës. Në anën tjetër, ju zoti Shabani disa herë keni reaguar edhe ndaj disa luhatjeve të vetë kushtetueses ndaj vendimeve të veta. Unë kam reaguar. Ku qëndron realisht, ku qëndron tash procesin pas gjithë këtij pështjellimit, ta quaj kushtimisht apo gjitha këtyre kontestimeve gjyqësore që është gjetur drejta juaj? Gjërat janë shumë të qarta për gjithë opinionin, e sidomos duhet jetë për opinionistët që janë profesionistë, juristët e tjerë, sepse janë të qarta si kristali. Gjykata kushtetuese me aktgjykimin KI 0809 17 dhjetor 2010 ka precizuar edhe format, mënyrat e ekzekutimit, po. Edhe kush duhet të ekzekutojë aktgjykimin e gjykatës komunale? Duhet qeveria dhe AKP-ja. Në ndërkohë, Kuvendi i Republikës Kosovës edhe kuvendi, do të thonë, inkuadrohet këtë çështje, për shkak se nuk bëhej ekzekutimi i aktgjykimit gjykatës kushtetuese dhe me 21 shkurt 2013 nxjerr një rekomandim 4 muajor që obligon AKP-n dhe qeverinë që ta përmbarojnë këtë vendim. Dhe po vjen faza e shpërndarjes së jo, në 2013 është çështja. Pastaj me 13 janar 2014 Kuvendi i Kosovës e rikonfirmon edhe një herë rekomandimin e 21 shkurtit 2013, por me hyn fuqi me një herë. Edhe pas këtij rikonfirmimit të rekomandimit nuk u bë ekzekutimi, sepse qeveria dhe AKP-ja nuk e bën dhe u detyru që ne të hyjmë në grevë në mars 2014, me 13 mars 2014 dhe me 19 u detyru, do më thonë, pas debateve me qeverin ka pas raste ku në grevë ka ardhur kryeministi edhe 4 herë kryeministi thoqi dhe me ndihmën tonë edhe deputetët kanë nxjerrë një vendim që edhe e precizon taksativisht edhe dinamikën e shlyrjes së borxhit për qeverinë dhe AKP-n. Ne mendojmë se kjo çështje përfundoi dhe e përmbyllëm grevën. Për këtë keni festuar disa? Po, natyrisht. Sepse i kemi besu shtetit, sepse ka dikush goja qiqi na përqeshin. Nuk është çështje për këtë, se ne i kemi besu shtetit. E keni ftuar në darkë sa di? Natyrisht, edhe ajo ka qenë një prej atyne kremteve se gjë do të bëhet. Mirë po, këtu... Andini të mashtruar në këtë proces? Një farë po, sepse më vonë, pasi që kjo çështje nuk u bë ekzekutimi i aktgjykimit gjykatës kushtetuese, edhe sipas vendimit të kuvendit, atëherë ne kërkuam që të hyjmë prap në grevë. Mirë, po kjo çështje vonoi. Dhe borxhi është i precizuar. Edhe AKP-ja me vendime ka pranuar borxhin. Është e përcaktuar me taksativisht borxhi për 25.649.250 euro. Edhe në vendimin e gjykatës kushtetuese. Pastaj vin greva e dytë. Greva e dytë vin dhe dhoma e posaçme nxjerr 2 udhëzime për ta bërë ekzekutimin. Ndërkohë qeveria në realitet me 29 prill 2014 nxjerr një vendim me të cilën kthen mbrapsht mjetet të cilat i takojnë sipas ndjenit 19 paragrafi 3.3 të ligjit të AKP-s në shumën të cilën AKP-ja do të përmbush obligimin që ka ndaj punojësve të fabrikës Gybave. Desidivisht kështu, unë kam edhe me vete këtë. Ndërkohë ne hynëm grevë dhe dhoma e posaçme nxjerr 2 vendime me mars në maj, në fund majt dhe me 13 qershor 2014, ai vendimi i 13 qershor 2014 është shumë i qartë. Thot, nuk ka nevojë për një rregullim të ri ligjor për të
zbatuar vendimin e kuvendit dhe qeverisë. Mjaftojnë këto vendime që janë. E ka vendimin e qeverisë, është vendimi i gjykatës kushtetuese, gjykatës komunale për ekzekutim dhe kjo çështje duhet përmbyllet. Mirë, ta shohim. Zotë Grainca, ju jeni ndër juristët që prej fillimit mbasi keni përcjell këtë situatë, dua për ju të bëni një hark kushtimisht ta quajnë kohor që ose mundeni më kështu. A janë punëtorët e fabrikës së gypave në vazhdimsi në farforme viktime e politizimit? Qysh atëherë fabrika e gypave u zgjell gjatë ndryshimeve kushtetuese që të goditet ndër të parat, por goditet pak a shumë politike po vazhdojnë deri në ditët e sotme. Si e shef këto ndryshime kohore që ose mundesh me nxjerr një emërus të përbashkët të situatave? Faleminderit, unë kam qenë shpesh herë në studiot tuaja, por Kësaj radhe për një rast pak më të veçantë. Për një rast më të veçantë, do të thotë për punëtorët e fabrikës gypave, për fabrikën për cilën them shumë sinqerisht jam i lidhur tepër emocionalisht, për arsye se unë për herë të parë kam filluar të punoj në këtë fabrikë dhe edhe momentet më të lumtura edhe momentet më të vështira lidhen me këtë ndërmarrje. Unë shumë shpejt do ta bëj një shpjegim kronologjik se si ka rrjedhur krejt këto ngjarje. Kemi të bëjmë me fundin e viteve të 90-ta, në kohën kur suprimohet autonomia, ajo pak autonomi që ishte e Kosovës, dhe kur qytetarët e Kosovës, populli shqiptar ndodhen në një depresion tepër të madh, në një frustrim shumë të madh. Dhe mendoj se fabrikat janë një instrument i fuqishëm në dorën tonë për të rritur shumë çka nga ajo. Kur tani më Serbia e kishte marrë autonominë politike, ajo më tash ishte lëshuar dhe ta merr atë pak autonomi ekonomike që kishte dhe definitivisht ta okupoi popullin shqiptar. Në atë kohë ne që pak a shumë e konsiderojmë veten si intelektual të fabrikës, jurist, ekonomist, inxhinier, bisetonin me vetë se shumë shpejt do na vi rradha dhe neve dhe si të veprojmë. Dhe për fatin tonë të keq, fabrika gypave është një nga ndërmarrjet e para që ndaj të cilës janë aplikuar masat e dhunshme. Dikun në muajin e 11. Ju jeni ndër të parë që keni përpilu pa dijen atë? Po, në muajin e 11 të 89-s të ne vinë masat e dhunshme. Keni parasysh është periudha kur ende është formuar Lidhja Demokratike e Kosovës, është periudha kur ende janë formuar sindikatat e Kosovës, kur ishte një vakum institucional, po megjithatë funksiononin organet e Kosovës atëherë autonomiste. Me një pjesëmarrje simbolike, kisha me thënë, edhe të shqiptarëve. Pas ardhjes së masave të dhunshme, ne ishim hedhur në grevë. Në muajin e 11 ne vetëm fillojmë i bëjmë ato lëvizjet e para se si të veprojmë. Në muajin e 12, gjithashtu dhe në muajin janar përfundimisht ne hedhemi në grevë. Do të thotë janë 3 momente për mua tepër të rëndësishme. Është koha e grevës, do të thotë jemi fabrika apo jemi punëtorët e parë në Kosovë që hedhemi në grevë pas heqjes së autonomisë. Ne dhe fabrika për prodhimin e pompave me piston të Deçanit. Momenti i dytë shumë rëndësi, jemi të parët që formojmë sindikat. Dhe hedhemi në grevë në bazë të aty në ligjet që ishin në fuqi. Sindikatën e pavarur. Se kemi qenë, ndoshta ishte rasti veçantë në periudhën 50 vjeçare kur ne formojmë një grup, një këshill grevist. Në mesin e atij grupit grevist isha edhe unë. Dhe momenti tepër i rëndësishëm dhe momenti i tretë që sot a ditë sjell dilema tash te reflekton në statin e sotëm. Reflekton në statin, është momenti kur ne pasi që na mbyllet dera për të hyrë në shkurt 90-s, ne e formojmë sindikatën dhe e padisim organin e dhunshëm se na ka larguar nga puna pa të drejtë. Ne kemi bërë padin atëherë në gjykatën e punës së bashkuar. Unë shfrytëzoj rastin tash t'i falenderoj 3 gjyqtarë që për fat keq nuk janë më në mesin tonë. Avokat, më falni. Avokat, është fjala për Xhemal Krasnicin, është fjala për avokatin tonë të mirënjohur Alishevik Spahiun, i cili nuk është më në mesin tonë, pra i ekzekutuar gjatë luftës. Ndoshta pikërisht edhe kjo ka qenë shkaku, dhe Fehmi Baftiu, i cili para pak vite ka vdekur. Ne i drejtohemi atëherë gjykatës së punës së bashkuar dhe unë së bashku me këta avokat, unë personalisht 3 seanca i përfaqësoj punëtorët. Pastaj vinë situata tu është përsu dhe lënda jonë pushon. Vjen drejt suspendimi gjyqtarëve shqiptarë në për të gjitha gjykatat dhe lënda pushon. Pas luftës, sindikata e fabrikës gypave po mendoj bët riorganizimi në sistemin e drejtësisë.
edhe gjykata e punës bashkuar pushon, më nuk Shuhet, nuk ekziston si departament apo si degë veçantë e gjyqësisë dhe të gjitha lëndët transferohen nëpër komuna. Lënda jonë vjen në komunë dhe natyrisht pastaj kemi atë vendimin ku neve na njihet të drejta në kompenzimin e material. Shpesh herë paraqitet dilema pse vetëm punëtorëve të fabrikës së Gypave. Po kjo mbasi për shikuesit tonë shumë e rëndësi, nisën nga fakti që shtrohet dilema për arsye se edhe pse padia është bërë atë ndaj organeve të dhunshme serbe, ndërkaq pse qeveria jon duhet i paguan tash këto mjete. Ktu është një do të ishte mirë një sqarim pak më i hollësishëm. Ne ju kemi drejtuar atëherë e kemi paditur organin e dhunshëm. Dhe po them jemi vetëm ndërmarrje që kemi bërë një veprim të tillë. Për fat të keq këtë veprim është dashur ta bëjnë të gjitha ndërmarrjet, gjithsesi të gjithë punëtorët të cilët janë larguar dhunshëm nga procesi i punës. Mendoni se s'ka pas një orientim të qartë në këtë? Mendoj se në këtë drejtim ka pasur lëshime edhe sindikata e bashkuar e Kosovës, kryetari Arolla Gorani, i cili mos më hyn detale, por mendoj se është lëshim dhe ne mendojmë se jo mendojmë, po është e drejtë e jonja plotësisht në realizimin e këtyre kërkesave, kurse ne padin dhe të drejtën e kërkojmë ndaj shtetit të Kosovës. Kurse shteti i Kosovës mund këtë ta shfrytëzoj dhe ta padis Serbinë. Për arsye se, edhe një moment tepër i rëndësishëm, vendimi i gjykatës komunale të Ferizajit është përpara se me u formue AKM-ja. Dhe kur është formuar AKM-ja, me ligj ka obligim të gjitha vendimet, të gjitha gjykata me i marrë parasysh, të gjitha obligimet e ndërmarrjes. Dhe ta shpesh herë thuhet po ndërmarrja ka kushtuar 4 milion. AKM-ja është dashur me pas parasysh faktin se i ka 30 milion, po supozojmë, obligime ndaj punëtorëve dhe nuk është dashur me hedhë në privatizim fabrikën e Gypave, kur paraprakisht është ditë se konsideroni që ka pas formë tjetër të kompenzimit? Nuk është dashur për shkak të kalu vlerën e fabrikës për 10 herë s'po. Për shkak të këtij vendimi. Në vendimin e gjykatës kushtetuese thuhet në mënyrë decisive, obligohet qeveria e Kosovës dhe AKP-ja si trashëgimtare të pronës shoqërore në komunë, në Kosovë, që ta bëjë kompenzimin e punëtorëve të fabrikës së Gypave. Vendimi i gjykatës kushtetuese është vendim i cili një vendim tjetër e një si vendim ligjor. Prandaj nuk kemi asnjë. A konsideroni që këto shtyrje dhe këto kontestime të vazhdueshme, qoftë për një arsye apo për arsyen tjetër, prap kanë në tekst politik? Nuk kisha me thonë, nuk mund të bëj një konkludim të tillë, por sidoqoftë gjërat janë shumë të pastërta dhe unë mendoj se mund të ketë ndonjë vonesë eventuale, por vendimi, ekzekutimi vendimit është i pashmangshëm. Nëse nuk bëhet sot, do të bëhet nesër. Ta shohëm pikërisht për këtë që konsiderojnë punëtorë që është një vendim i pashmangshëm, zoti Sulejmani, ju mbase po e krijoni një përjashtim në jetën publike tonën edhe në formën e kërkimit të së drejtës, për arsye se tashmë pothuajse keni bërë një vit grevë, aq më tepër duke ditur se jeni një sportist, a ishte i vështirë ky vit të kalohet në tender? Jo i vështirë, po tepër është i vështirë. Mirë, po unë jam një prej atyre shokëve të mi, të cilët prej viteve 90 që për mendi Faiku para prak, janë rrjedha shumë të mira dhe të rrjedhshme. Fati ka desh që sot janë mesin e juve dhe ju përshëndes juve dhe të pranishmit, po njëherët edhe opinionin e komunës e Ferizajit edhe me gjerë, edhe falenderoj për ju që ma dhatë mundësien që t'i shprehja të mendimet e mia personale, kuptohet edhe aspektin e përgjithshëm kolektiv. Çfarë ka shtyrë? Kush është shtyrë në grevë një vjeçare dhe si u ndit të braktisur gjatë kësaj kohe apo? Unë me respektin e pyetjes juaj do të përgjigjem pak më vonë, po kisha pas dëshirë që prej të pranishme kërkoj që tash këtu në këtë studio me u deklarue se a e pranojnë dhe a përkrojnë greven e punëtorëve fabrikës Gypave që jemi sot aty, publikisht. Mirë, kjo është një pjesë, një segment të greva ekziston, pavarësisht që keni pas perspektive të brendshme, ajo është pjesë e rrugës, pjesë e rrugtimit tuaj. Po unë kisha pas publikisht këtu publikisht në individuale kam qef sot me ndëgjue prej kryetarit edhe
këty të praneshme qemi 84, a e pranojnë greven e punëtorëve fabrikës Gyba? Zotë Sulimani, ju mundi me shpërbindjen e juaj, nuk është të thonë kisha pas qef të mos e bëjnë pyetje përgjigje në formën shkollore, po kisha pas qef. ka pas dilema që apo vazhdohet greva apo s'po vazhdohet greva, zoti Azemi. Është procesi është këtu. Për shkak disa Kish më lejon, lutem, është puna veç mu deklaru, të na marrë po vazhdojnë në pak rreksoj. Zoti Azemi, çka është e vërtetë rreth grevës? Janë të përfshirë gjithë punëtorët apo vetëm disa prej tyre aty? Kjo greva ka filluar me 27 maj të 2014. Po pikërisht për atë e kemi ftuar debatin krye të vitit, po. Kur ke tubimi i punëtorëve të shoqatës sindikale IMF ka vendosur që punëtorët të hinë grevë. Dhe në kjo grevë ka vazhduar deri me një vendim të prap tubimit punëtorëve me 20 tetor të 2014-s. Pas 6 muajve sa, po. Pas 6 muajve gati që u bon. Dhe deri aty, dhe me thonë, na e kemi përkra grevën unanimisht. Në mas 20 tetorit 2014, një grupi punëtorëve ka humbur durimin apo ka filluar të lërse ndryshe, po. Prej 8 vete ka reflektu ashtu në mënyrë jo të pëlqyer me këtë vendimin e kuvendit dhe kanë thënë që do ta vazhdojnë. Edhe kjo grevë ka vazhdu me këta 8 vetë. Mendoni që prej tetorit janë vetëm 8 vetë në grevë? Po, 5 tetorit, unë e di që mundet edhe Ahmeti me prononsu këtë gjonë. Jo, na e kemi, po mena e kemi pru këtë vendim, që ishte koha e dimrit. Edhe nuk ishme na kur farë arsye logjike që njerëzve më javë rreziku shëndetin. Po kjo zoto që s'keni ndërprer aktivitetet e juaja drejt kërkimit? Absolutisht, na s'kemi... Mu më kanë thirrë inspektorët e Prishtinës që me marrë qadrën, po unë i këmë thonë absolutisht ju, sa të janë punëtorët e mi. Edhe funi vunit, në qofë se ata janë për me majë qadrën aty le ta majnë edhe sa dojnë, se funit une me punëtorët dhe me vendimin e punëtorëve jemi deklaru që greva aty pezullohet, aty ishte ajo. Edhe kjo ndamje ka fillu... Zotë të mohohet, të pezullohet është të ndalit për një kohë. Po, derisa Zotë Shabani, që kanë pas efekt grevat, edhe kur keni qenë më shumë edhe më pak? Vetëm pak. Me respekt. Unë veç kërkohem duket për krahas, nëse doni me vazhdojnë, ta vazhdojnë, sa doni. Unë jam i hapur për çdo gjë. Kisha lutë që për shkak kohës edhe minutazhit, në të më jepet mundësia, unë shkurt, për krahas, pik. Ka dilema për formën e organizimit. Absolutisht, zoti... Atëherë është mirë që u hapë... Greva është vetëm një instrument në rrugë e sipër. Po, të demistifikohet kjo çështje e grevës. Është çështje individuale, kushtetuta ja vlejon secilit me hyrë grevë dhe me ne hyrë. Unë nuk kam asgjë kundër, natyrisht. Mirë po, më u thirrën në emër të shoqatës nuk ka të drejtë se kanë vetëm ata që janë të rreshtuar me shoqatën. Se fakti është që momentalisht janë vetëm 8 vjet në grevë. 25 korrekt 2014. Apo kupton? Është pezullu greva me nënshkrime, me komunikat krejt, sepse pas vendimit të gjykatës kushtetuese për pezullimin e punës së kuvendit. Tja kalon fjalën tash zotë Sulimani që ti shëron qëndrimit e veta. Ahmetu urdhërat lutem. Kështu. Më duket shoqata e pambarën IMF fabrika e tubave i ka organet e veta. Organet e veta janë kryesia, është këshilli punëtorëve edhe tubimi. Këto janë 3 instanca. Po, ja, kuvendi edhe... Organizimi vertikal, po i njoftë. 3 janë. Prej të 3-jave, neve kur kemi shkuar në grevë, kemi shkuar, mas pari është bërë kërkesa edhe është marrë vendimit në kryesi. Që ku kryetari këtu? Më thot, nëse nuk është ashtu. O marrë me 27-in, në mujt 5 në maj, me hynë në grevë. Në ora 14. Kemi pas disa njoftime para prake se në grevë mundet më në forzi dikosh që nuk është në dobi të punëtorëve fabrikës Gypa. Edhe kemi sharu gjonat në mënyrë decisive, edhe kemi thonë, përveç Ale Shabanit, duhet më konë edhe 2 vetë tjerë për i kryesisë për asyje se umrin në të pjadestal se grupet e interesit kanë pas qëllim caktuar për më nëj minue grevën.
kemi Po, ardhur. intereset mendonin brenda punëtorëve apo jashtë atyre? Jashtë. Edhe në kryesi kemi debatu këto mirë, të drejtë, edhe mirë, edhe kemi thonë se duhet me shku. Përveç Ali Shabanit, edhe dy antarë kryesisë. Mirë, zotë Sulemani, tash kemi situatin qartë pas një viti, se kemi shumë Po, ta thëmë ata mirë kronologjike. Edhe është çështja që kemi marrë vendim si antarë kryesi. Edhe kemi qitë në kuvend. Edhe kemi shku. Kur kemi shku aty, kemi pa disa probleme aty. Kur kemi shku, zoti Shabani që u prezentu, e ka marrë listën edhe vetë u munu diçka mi bon disa po mendoj antarë të greves që duhet më konë 22, 25, ashtu. Ashtu, se jemi marrë vesh kryesi. Po jemi marrë vesh me kryetarin, me bon listën aty. Jeta nuk lijen, zotë Sulemani, 900 vetë të jenë gjithë barabartë. Jo, shumë e natyrshme. Mi po, për shkak që ne kemi pas njoftime paraprake që mund më na infiltru dikush. Se thuhet, 912 vetë kanë të drejtë me hynë grevë, me hynë dhe me dalë. Po, regula duhet me i ditë. Edhe kemi thonë, ma shumë mi përfshi punëtorë që janë aty, se kemi pas edhe fëmijë punëtorëve. Sa ka pas efekt greva deri tash? Po, efekti i grevës është shumë i madh, që gjatë që si procesi, do ta shtjellojmë veç e veç, secilën veç e veç, po kërkojmë me siguri se po janë pjek kushtet, e kryetari duhet reflektoj, edhe ta pranon grevën. Këtu pi them edhe një herë pi them. Të lutem, a e pranon grevën, a se pranon grevën? Çka ndihmon kjo më tepër çështje procesin? Procesin e ndihmon për me qit mjetet. Për arsye se neve kemi bërë 222 greva të fundit. Po mendoj protesta. 223 edhe kjo në komunën. 123 falni shpresë. Po në thashë desjad, kur thashë desjad e din fjalën, do marrësh një gjerësi kohore dhe një përpjekje e pandërprerë, të mos ndalemi në numra, po. Edhe ne s'kemi pasë çka me bë tjetër, se përveç se mu barikadu që aty, edhe me mënyrë demokratike që janë edhe në konvente ndërkombëtare, po edhe një me bashkimin e sindikatave pavarur, po sindikatave ndërkombëtare që me momentin që nuk ka diçka produkt, duhet me hyrë greve dhe me kërkuar drejtat e tua ligjore, që i përmenden kryetarët e tjerë që s'du t'i përmendet. E çka një të prekur tash, një kuptim pse s'kan vazhduar edhe pjesa shoqatës tjetër? Jo këta, si pas kryetarit, ky ka dhënë një kërkesë që greven me ndërprej. Me ndërprej. Ja, nuk është me përzëllu, nuk është e vërteta ja. Do të thotë, është puna, kur me përzëllu që e thot i vetëm jo Ali Shabani që ka kërku vetë, pa vendim të kryesisë, pa vendim të kuvendit, pa vendim të kësaj këshillit punëtorëve. Mendoni që do të ishit më të fuqishëm të kishit edhe 40 veta aty? A mendoni që do të ishit më të fuqishëm, kërkesat e juaja do të merrin forcë më të madhe? Të ishin edhe 40 veta aty brenda. Jo, nuk është aja. Po është aja te rregullat se na kur kemi shkuar aty, kemi shkuar për arsye se nuk janë dhënë mjetet financiare. Ju se keni probleme ndërvetë zoti Sulemani. Problemi është me pushtetin. Po na ta themi se për arsye se ne jemi të hjekët. Po tash. Do disa gjëra. Unë e thash edhe një herë, përbes ne nuk kemi dalë mjetet informimit me i denu këta e kërësi. Këta kanë shpif, e na kanë akuzu, e na kanë kërsnu, e na kanë shantazhu, e kemi lanë, nuk kemi dash më morë me këta. Bile, duke pas parasysh, mos mu ngrit mo, e kemi vendos prej të honës, e kemi qitë takimin e punëtorëve tjerë të enjten. Vetëm, mos mu konfrontu ndër me veti. Na, me Alia Zemin, me kryesin, dhe shiko, Ali Shabani, këto njëra ma demokratike e marrje së një vendimi nuk ka përse ndryshe. Është lexu kjo deklarat, komunikat. Me goj, për janës teme, e kanë aprovu, 6 kanë kundër. Pastaj, se cili me goj, se cili krevist është deklaru për qëtë komunikat. Pastaj, është nënshkru kjo deklarat. Është nënshkru për secili apo kupton. Jo, të demistifikohet tash kjo çështje. Është nënshkru për 27 grevistëve për 35 prezant. Dhe pse ne morëm atë vendim për me pezullu? Sepse vjen për çështja deri te degradimi i asoj greve. 10 punëtor grevist na shkuan për shkaqe ndryshme. Dikush nonën e smut, dikush atë. Vonoi formimi i institucioneve. Nuk kishte institucione. Samuel Zbogar, edhe këto duhet t'ja u patjetër. Edhe KP-ja bordi s'është i plotësuar apo? Vetëm pak. Samuel Zbogar, përfaqësuesi i 28 shteteve këtu. Alia Zemi ka qenë me mu
në takim. Edhe mu ka drejtu si kryetar Këshillit Grevist. Zotëri kryetar, pezullon e grevën, pushoni pak, nuk është dorëzim, nuk është nënshtrim, sepse ju jeni të i bon presion objekteve, ju institucionit, sepse Kosova nuk ka institucione. Përdore emrin tem, se unë kam e ujnë për një kur të bëhet bordi AKP-s. Dhe ne nuk kemi pas arsye aty në me nejt në grevë deri me 18 shtator, kur të formohet institucionit dhe kur o formu institucionit, marrë 6 muaj. Na aty me kup, me i maltretu për të nuk kemi pas drejt. Dhe me nënshkrimi, zotëni Afret. Këto qeku janë edhe vetasheja, edhe opinioni, veçanti Ferizajas, me nënshkrimi, se cili janë vedishëm, i ka numër të telefonit, nëse unë e tham një të pavërtet, unë e marë përgjithësi penale materiale për këto që ka e tham. Që ta 27 vejt, për 35 e kanë pezullu greven. Vendimet e kryesis nuk duhet selektivisht të pranohen apo jo. Shoqata ka vendos. Pse nuk i nënshtrohen ta vendimet e shoqatës? E njohin Ali Azemin kryetar, por nuk i njohin vendimet e Ali Azemit edhe të kryesisë edhe të kuvendit edhe të bimit. Kjo nonsens, lutem. Këto është ndërsa mos pajtimi tonë. Çka ju bën juve më në këmbgulës për shembull se pjesën tjetër? Neve shkurtimisht që t'japim fjalën e zotit Grancës. Neve na bojnë edhe na irritojnë. Deklaratat e zotërisë se kjo mësu me gënjeshtra opinionin me ushqy. Se po mendoni se këta kanë hek dorë nga kërkesa? Këto janë gënjeshtra shumë kullura. Se thash pak më parë, janë Këshilli Grevist, që ky zotninja, çto që kanë përballë. Ky ju ka borxh. Shumë punëtorë fabrikës Gypa. Gënjeshtar numër 1 on ky. Argumente. Lutem. Argumente. Po pa etiketën. Lutem. Argumenti pse? Ne jemi në debat që të kontribuojmë. Për shumë aspekte, problemi është shumë i komplikuar. Lutem. Po është i qartë. Do të thotë ti je më sportiv këtë rast. Po gol se më. Po më gol. Lutem. S'është qëllimi gol. Zotnia në fjalë. Të debatojmë pa fjalë. Kur ky njeri pikëshillit, kur kemi hyrë grevë. Kemi hyrë grevë edhe Këshilli Grevist nuk ka morë vendim për me pezullu greven, as me analizu, as kur fare. Kryesia e sindikatës, kryme Alisa Azemi, nuk ka morë vendim. Këshilli punëtorëve s'ka morë vendim. Prandej, as një instancë nuk ka morë vendim për me e pezullu as kur gjohë greven. Ju po vazhdoni. Jo, kryen veti ka dalë. Ka dalë edhe duhet me pushu se argumentet nuk janë. Që argumentet? Që janë argumentet? Që të lutëm? Që kamera? Që? 2 antarë kryesisë që kanë shkru. 20 antarë e kanë shue greven. 2 vetë kryesisë e kanë nënshkrue që Ali Shabani ka përdor dhunë edhe se te se cili ka shue, jav ka afrue me nënshkru. Njes ka qenë, atë kohë ka qenë koha e Ramazanit ka qenë. Me 25... Jeta i sjell ato, jeta i sjell obligime të vazhdueshme. Mirë po, i ka qitë pozicion, jo të mirë. Prandej, këto organet, Këshilli Grevist, Kryesia, Kuvendi, nuk ka marrë asnjë vendim. Asnjë vendim se ka marrë. Na kena vazhdu. Na ka përkrahë dhe kryetari dhe kryesia na ka vazhdu. A do të vazhdoni deri në aktiv final? Deri na jemi njerëz të fjalës edhe të punës. Ne prej asaj dite 25 deri sa mos të realizojmë. Që ku bie them çtu? Deri sa mos të realizojmë kërkesën, na aktualisht na jemi 8 veta të ngrevë. E këta që ky Fokon, edhe vazhdimisht ka dalë mjetit të informimit. Pa i morë por, ne nuk shkojmë pavarësisht, nuk shkojmë në shtëpi. S'do të thotë që këta nuk i bashkan gjithë ka gëny. Nuk do të thotë që nuk i bashkan gjithë. Ka gëny, nëse nëse vjen situatë e re, po. Ka gëny opinionin, ka gëny. E degradon debatin se nuk është në gjë. So debat kjo, so lojtu. Argumente. Nuk ka mundësi të degradohet debati e konflikteve vet. 20 tetor 2014 tubimi punëtorë ka marrë vendim për pezullimin e grevës. Sigurisht kryetari. Nuk është vërtet. Nuk është vërtet. Unë jam antar kryesie. Unë s'jam kohën aty. Mos gënjej. Zoti Sulemani, po më intereson zoti Grancë. Ofrim apo më fjalën se nuk komentova zoti Grancë. Po më intereson mendimi i zotit Grancë në aspektin juridik. Greva është një instrument zoti Grancë, që herë është më i fuqishëm, herë më i dot. Zakonisht shpesh herë greva sjell atmosferat e tilla. Po mirë. Mirë. Zoti Sulemani, veç pak të kem durim. Zoti Grancë, shikuar nga aspekti deri ku kam rri procesin aspektin juridik, domethënë deri te kushtetuesja. Sa janë të nevojshme këto forma të presionit, të quaj kushtimisht
të presionit publik, protesta, greva. Zoti Sulimani tha që ju në bot 200 e sa protesta, pastaj pastaj kemi një vit grev, pavarësisht prej përqameve të brendshme. Si shikoni këtu, a do qeveria jonë të kushtohet me greva dhe me protesta, apo qeveria jonë do të reflektoj në bazë të një procesi deri ku kam rri kjo çështje? Unë vje mirë që ndërprej debatin për arsye se po mënoj polemikën, për arsye se nuk është objekti i debatit kontradiktat që ekzistojnë në sindikat. Brenda, absolutisht. Unë e çmoj shumë kontributin e të treve që janë këtu, por për me asë situatet dhe këtu kanë dhënë shumë kontributet të tjerët. Ne e kemi lequr sindikatën për shembull Ajdin Ushiti në kohën kur ka qenë tepër vështirë me qenë kryetarin e sindikate. Edhe nuk është ngrevës. Kur nuk është marrë me men me vendos një çadër dhe me najt dikon greva, kur kemi qenë burgosën, kemi qenë të maltretum, prandaj kontributi të gjithëve është shumë i madh. Absolutisht pa përjashtu edhe kontributin e zotit Azemi, zotit Shaboni, pavarësisht përçame, kemi pas përçame edhe më herësh. Ato kontradiktat janë normale, rëndësisht me është që problemi i fabrikës së Gypave nuk ka pushuar asnjëherë. Falat angazhimit të një numri shumë të madh të njerëzve në periudha të ndryshme. Unë mendoj se greva apo ky presion do të vazhdojë edhe ndaj qeverisë së Kosovës, por arsye se nuk jemi ne të parët që i realizojmë të drejtat nëpërmes së grevës, dhe është e drejtë e punëtorëve të fabrikës së Gypave që të qëndrojnë deri në fund në kërkesat e tyre. Dhe është edhe analizore, unë vetëm po them kur gjykata kushtetuese ka marrë vendimin, ka marrur si analozi shumë raste në shumë shtetet e tjera. Nëse s'gaboj është Ukraina, është Rusia, është Greqia, është Polonia. Kur njerëzit i kanë realizuar. Jeni edhe përfaqësues aktual i pushtetit komunal, nisën nga fakti se edhe kryetari i komunës ka vizituar disa herë. Normal. Në anën tjetër edhe deputetët që janë në Parlamentin e Kosovës nga zona jonë janë deklaruar. Sot e kemi rastin kur edhe deputeti Blerim Granica ka ngritë sërish çështjen. Si shikoni këtë ndërhyrje edhe të pushtetit komunal, jo vetëm në formën e presionit, por në formën e kërkesës që kjo çështje të merr një zgjidhje. Unë mendoj se secili pushtet do të vet në mbrojtje apo në krah të kërkesave të punëtorëve të vet. Por arsye se kemi një numër të madh të punëtorëve, një numër të madh të familjeve të cilët janë qytetarë të komunës sonë. Prandaj ne jemi munduar pak a shumë që të krijojmë kushtet që këtë çështje këta ta ngrisin në mënyrë paksa më komode, por arsye se gjithë janë në kushte të vështira. Ne u kemi kriju mundësi për shembull që të bimet të mbajnë në sallën e kuvendit. Këta kanë kërkuar nga ne që ne t'i ftojmë deputetët e Parlamentit të Kosovës që vinë nga regioni Ferizajt dhe i Shtimës. Unë personalisht e kam bërë një gjatë të tillë, i kam ftuar të gjithë deputetët. Këta e kanë pasur një kontakt me te. Ne si pushtet lokal jemi në anën e kërkesave të tyre, jemi duke bërë presionet qeverinë e Kosovës edhe në mënyrë publike, edhe në mënyrë, kisha me thonë në për kanale paka shumë private. Për shembull ne para pak ditësh kemi pasur një kuvent të Lidhjes Demokratike ku unë në prezencë të kryeministrit përsëri e kam ngritë këtë çështje përpara tij dhe kam kërkuar e kam lidhur për arsye se në kuventin e parë të LDK-s me 5 maj vitin 1990 në kuvent të cilin unë kam qenë delegat, dhe kam qenë delegat pastaj në të gjitha kuventet të LDK-s. Në kuventin e parë e kam ngritur çështjen e fabrikës së Gypave kur ne atëherë posa ishim të dalur nga puna. Dhe si koincidencë, kisha me thonë fatale për mua, pas 25 viteve kur unë mirësha pjesë në kuvent të LDK-s, kolegët e me ishin të vendosur për para qeverisë në kushtet të rënda, kur tash janë temperaturat shumë të larta, dhe unë thash para kryeministrit se një tepër vetën keq, kur para 25 viteve unë atëherë si një djalë relativisht i ri, e ngritësha problemin e punëtorëve të fabrikës Gypave, dhe tash pas 25 viteve ekziston një njëjti problem. Prandaj ky problem do të zgjidhet sa më shpejt. Edhe kryeministri Mustafa, edhe qeveria kanë dhënë të gjithë premtime. Unë asnjëherë nuk e mbaj faktin se unë e kam organizuar takimin në mes të sindikatës së fabrikës Gypave dhe kryeministrit të Kosovës Isa tash. Kandidatit i cili u ka premtuar se në momentin e ardhjes në pushtet do ta realizoj. Këtu deshte të marr mendimin e zotit Azemi, edhe ish kryeministri tha që edhe kandidati zoti Granica, kandidati i atëhershëm
Zoti Isa Mustafa, për dy partive më të mëdha kanë vonë premtime. Ato dy parti sot çuditërisht për fatin e juaj, apo mbase ju për fatin e juaj, janë sot në koalicionin ashtu quajtur koalicioni i madh. A do të duhej që të kishte lehtësimin e zbatimit të këtij vendimi sot Elzimi? Është një fakt i pamohueshëm. Apo ndini të mashtruar apo të politizuar vetëm sa për vota? Unë po them që në këtë moment që shemi ndihemi të mashtruar. Edhe pse te na ekziston shpresa se kjo gjatë do të kryhet. Pikërisht gjatë kësaj kohe. Po, mirë po. Këtij koalicioni po ndaj. E din edhe Faiki, edhe Ali, edhe Ahmeti, në një takim e kemi pas të bifurkacioni, kur ka ardhur Ahmet ky Isa Mustafa me këtë Ismet Beqiri, dhe një premtim shumë dinjitoz, thot nëse unë vi në qeveri, parat keni mi marrë. Kurse zoti thotë që ka thonë, unë jam avokati juaj, para në sheshin qytet. Dërsa kryeministri, ish kryeministri, i gëzofshi 25.649.250 Plus ka më darkën e juaj festive. Plus darkën po, dhe plus asaj variantën e PDK-s. Ai edhe me dokument, me vendimin e vetë 29 prillit, e konfirmoj se çon dorë nga fondit e prici AKP-s, që formohet te kur bëhet likvidimi ndërmarrjes shoqërore, dhe ai fond është formu, funksionon ai fond në AKP, dhe në bazë këtij vendimi të qeverisë edhe të kuvendit, dhoma e veçantë lëshoi 2 udhëzime, unë veç që neve në kanë thonë Ministri i Drejtësisë, thotë nuk ishi ditë me formulu që të nenin pika 2, që pe lexoj që do. Por qëllime të përmbarimit të tillë, po thotë, AKP është ligjërisht e autorizuar të bëj përdorimin e fondeve të mbetura në sasitë e nevojshme për ekzekutimin e vendimit të gjykatës kushtetuese numër AG 75 fraksion 10, dhe me thonë është rasti këj 080 mande po thot për te burimeve në dispozicion. Për te burimeve në dispozicion nga fondi i likvidimit të ndërmarrjes shoqërore me kë, duke respektu plotësisht e drejtën e kreditorëve dhe të kreditorëve të ndërmarrjeve shoqërore. Dhe shta për zotin Shabani. Me fjalë tjera, sipas kësaj, që po them ka qenë koment se s'kishi ditë edhe ju me formulu ma mirë këtë pikë, AKP-ja me bordin e vetë duhet me qitë pare se nuk ka rrugë dalje tjetër. Mirë zotë Shabani, a konsideroni që ka diçka politike në shtyrën e kompletimet AKP-s dhe marrjes vendimit? Mund të thuhet, mirë po janë hezitime sepse po mendohet që do të përdoret si precedent prej organizatave tjera, kupton. Çështja e kam thonë edhe më herë. A ka motivacione tilla? Jo, çështja e fabrikës Gypa. Jo, nuk ka mundësi. Se çështja e punëtorëve të fabrikës Gypa është sui generis, sikurse çështja e Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare. Janë të njëjta. Nuk ka lloj, nuk ka biçim, nuk ka tip që mund thirrë dikush. E tha zoti Granica që po bate pistonit e kanë, edhe ata me ne e kanë fillu procedurën. Mirë po ata u ndalën gjysë të rrugës. Ne nuk u ndalëm. Së rreshturi të kërkimit të së drejtës tonë legjitime. Po gjykata e Strasburgut s'ka një të drejtë të plotë. Si komenton atë? Në mungesë të kompetencë, sepse Kosova nuk është anëtare e Këshillit të Evropës. Gjykata, edhe pse kanë kalu 2-3 sesione të gjykatës të Strasburgut, sepse ne si Kosovë nuk kemi të pranuar në Këshillin e Evropës. Prandaj nuk ka mund me trajtu këtë çështje dhe e ka marrë për bazë gjykata kushtetuese dhe vetë Enver Hasani e thotë që vendimi meritor është i gjykatës kushtetuese. A ke një vizion si do të merr formë apo fund? Vizioni është se bordi në momentin e krijimit të bordit të ri të AKP-s, bordi duhet vetëm të votoj vendimin për pagesën e borxhit për 25.649.250 euro me 3% kamon. Borxhin bazë. Plus kamata 3% vjetore. Zoti Granica desha të shtoj diçka? Po, unë vetëm desha me pyetjen e juaj se ndini të përdorur, unë mendoj se partitë politike nuk janë të e përdorur për qëllime të veta. Po mendoj gjatë fushatës? As gjatë fushatës, nga vetë fakti se
edhe gjatë fushatës, po edhe pas fushatës... Ka pas kalkulime se fuqia elektorale e grupit e juaj, kushtimisht ta quaj, si ish punëtor të fabrikës së Gypave, i arrin shifrën për 10.000 votuese. Është normale, për një qytet punëtorët e fabrikës së Gypave janë të përcaktuar në për shumë parti politike. Prandaj kanë qenë ato tendenca, por unë po them se këta e kanë përkrojën të gjitha partive politike. Nga vetë fakti se e kanë përkrojën e gjithë deputetëve, Ferizajt, të gjitha partive, e kanë përkrojën e pushtetit qendror, pushtetit lokal. Disa vendimet që janë marrë në kuvend vitin e kaluar, janë marrë me iniciativën e grupit parlamentar të LDK-s. Zoti Thaçi që vjen nga PDK i ka marrë shumë veprime, unë mendoj se këta nuk janë të përdorur dhe për momentin problemi numër 1 qëndron se ende nuk është krijuar bordi i AKM-s, si duket AKP-s, ka probleme dhe në momentin kur të krijohet bordi i AKP-s, unë mendoj se edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa do të reflektoj dhe përfundimisht do ta ekzekutoj këtë vendim. Nuk ka rrugë tjetër. Po më intereson një perspektivë prej tendës. Ju shikoni gjërat pak me një këndvështrim tjetër. Çka mund t'i nxjerr juve nga tenda? Dhe kur mendoni që mund ngjan kjo? Neve aty që jemi, vllaznin mi ka bo prind, mi kanë bo. Kushtë shoqërinë më ka bo natyra. Na jemi aty të natyrshëm, edhe kur kemi hyrë aty, ka qenë vendimi i kryesisë edhe i tubimit që na do të qëndrojmë aty deri sa të mormi të gjitha mjetet financiare. A shihni dikur një zgjidhje? Zgjidhja na pe aty nuk dalmi, veç të vdekur, pa i morë mjetet financiare. Qëta që i kam përballë, unë edhe një herë për përsëris, zotin kryetar, a e njeh greven, a nuk e njeh greven. Në bazë statutit dhe rregullorës së sindikatës pavarur, IMF, fabrika e tubave, kryetari sindikatës ka obligim ligjor më na vizitu edhe më kujdes për çështën tonë. Prandaj zotit kryetar, sa shkput komunikimi mes juve prej tetorit? Çeko, ne deklarohet, edhe mos ta zgjat shumë mundësisht. Ne ta zgjatu kam e prit te në fund. Veç po ju thuj. A e përkro ajo, edhe një, unë për ja përkujtoj, ka thonë, edhe nëse unë një, edhe nëse unë një, ka me përkro. Apo më lejen me formë. Nëse unë një, ka me përkro. Këtu e kam edhe një tekst tjetër të shënuar këtu, unë e pres vish përgjigjen e tina. Nëse ju, unë ta famë ata shako me thonë. Po ju, bashkësa që për reklamoni, përdel që ma shumë një ngrejë për shkak të sindikate se për shkak të qeverisë që s'u ka dhënë para. Ja. Këto është problemi. Na jena aty. A po mendoni si po bëni mjaft presion në qeverinë? Grupi juaj për të vetë? Po, çe presion ju? Po. Cilat janë rezultatet për shkak? Rezultatet tona. Neve aty na takojnë të gjitha strukturat më të ngrituna të Republikës Kosovës. Edhe të gjitha janë të shqetësuar. Kush u ka vizituar se fundi Po neve çe mas larti na ka vizituar kryetari i sindikatave të botënore, na ka vizituar sekretarja e Bashkimit Evropian, na ka vizituar këshilltari profesional përçare sindikale një suedez. Edhe që ku kryetari prezent, e kum ftu në ora 10:20, i kum thonë zoti kryetar. Po kërkojmë nga ju në 15 vjet mundësisht, me mundësive tua që i ki, më na i sjell për arsye se po kërkon që ky delegacion me bon një tekst kanë me bon sot për nesër më ia çu kryeministrit Isa Mustafa, më ia çu këtij ministrit të punës, edhe më ia çu sindikatës pamor fabrikës, po mendoj BSPK-s më ia çu. Edhe AKP-s, që ti kam mbrapa, ata tre kanë pas me hec përpara, edhe më ia çu dokumentacion. Domon juve që vetë populli pjokon zemra se këta tash nuk janë në veprime sipër si duhet. Kryetari çekua, nëse nuk i kum thonë. Po veprojnë si duhet. Nëse nuk i kum thonë, çekua. Mandej. O shoqja, neve kemi pasur kontakt, kemi bërë kërkesë vazhdimisht. Domethënë, në vitin 2014 me 15-in 12-in 2014 kemi bërë kërkesë për mu takuar me kryeministin. Nuk na ka takuar. E kemi ripërsëritën me 24 tretit, e kemi ripërsëritën. Që takimi një takim me zavens kryeministrin edhe me kryeministrin. Nuk na kanë takuar si këshill greves po flas. Nuk na kanë takuar. Mandej, kemi bën kërkesë, domethënë, me 24 tretit. Këto shmangje të qëllimshme të Po, me qëllimshme, po. Me 24 që të gjitha i kemi të shënuara këtu, vazhdimisht tash kemi nejtën aty në sportele kemi nejt 8-9, kemi nejt edhe kemi kërku takim me kryeministrin, më na taku.
me njoftu me gjendën. Për arsye se kryeministri jonë më një debat, po mendoj, të Kuvendit Republikës Kosovës, o shpreh që pjesa e ditë e kam 120 me 170 tensione. Pse? Kur ti përfaqësosh 912 vetë, edhe janë vdekur 134 vetë, që ty Benedikt kryetar. Nuk e di se sa vetë i kanë vdekur. Edhe një prej tyre që ka qenë aty, Lutfi Rexha ka vdekur, që ka qenë njeri aty, antar familjes i ka pru vazhdimisht. Edhe kam prej familjarë, që nuk është e vërtet, se është ka qenë, se duhet të intervenojnë për hirtë. Në parlamentarësit, Zoti Lutfi Rexha nuk ka qenë në grevën e dytë, se është, nuk kemi... Ka qenë, nuk kam dokumentin. Mos merrme me rastin fatkeq që keni këta pe përdorin ato përdorin e dhe kjo është përdor, seriozisht. mund të ketë edhe ai Arben Rexhaj. Po. Arben Rexhaj. Lutfi. Arben Rexhaj, nipi i Lutfi Rexhës mu ka drejtu me telefon, kam bisedu, unë me tese po më jetë turp, sepse ne nuk kemi nënshtru as Miloševićit e pse me thonën ata Lutfi Rexha i ka rënë dy gojë kryeministrit. I ka rënë dy gojë, nuk është vërtet. Është vërtet. Edhe çështja mos e kesh përdor, mos e kesh përdor njëri. Ti zotni. Mbaroj fjalën tënde. Unë po marrë po ndëroj. Të merr personale, unë azosëm personale. Unë jam personale. Ti ki personale se ti ke rrejt njerëz. Ti ke shku i ke thonën zotni. Ti zotni i ke hir pitendës. Pa vendim këshillit të grevis, pa vendim të kryesisë, pa vendim të kuvendit. Ti ke rrajt. Jo, kush e kon mas ti, ku i ke dënimit. Njerëz janë kon tu agjiru. Ja penol bukën, ja penol. E ke jep tendën, e ke Ka fundi misionit, zoti Çilima, jemi ka fundi misionit, minutat tonë për ja ke jep tendën, ja ke jep bukën pikues, ja ke. Ajo është Ti ke bën shantazh, ke bën taj punëtorëve. Na jemi të vazhdu punën, të cilën e kemi met. Je të japon vetëm një mundësi, zoti Çilimani, të lutem, e kemi vetëm një mundësi dokumentacion. Edhe një, o çështja shumë shpejt. Na kemi pasur me këshilltarin e kryeparlamentarit, edhe me sekretarin, takim kemi pasur. Kryeparlamentari shumë ka qenë nivel detyrës edhe ka thonë me momentin që formohet bordi, unë vetë ka me shku. Nuk është ekzekutiv parlamenti. Po vendim ka marrë kuvendi që ka për obligim kryetari, ka obligim me e përcjell gjendjen. Do me thonë, ai vetë o zëtu, ne përmes sekretarit me kry këtë punë. Kjo, ato janë takimet tona zyrtare që kemi pas me njerëz. Edhe na nuk gënjejmë. Nësash kryetarin e kërkoj piqët ujë për kërkoj. Që të na vizitoj se e ka obligim ligjor. Tash do të vijmë te kryetari zoti Granica. Që ku janë dokumentacione për ditë ja quajmë kryeministri, Jemi në minutat e fundit, këtë në rregull. S'mu ka vonë hapësirë e duhur, lutem. Përgjigjen duhet më dhënë. Që tash vesh pevoj rrethin e fundit, zoti Granica, çka mendoni brenda sa koha mund të përmbyllet kjo odesja si që përshëtim, duke llogaritur se janë hiq më pak siç ka thënë 25 vite përgjithsisht, a 15 vite janë në kohën e Lilis. Unë jam tepër i sigurt se kjo odesja do shumë shpejt të mbyllet, pas formimit të bordit të AKP-s, do të realizohet edhe ky vendim dhe i ftoj të gjithë kolegët e mi që ta vazhdojnë këtë proces pa tensione. Bindja ime pra është tepër e madhe dhe jam tepër i sigurt se kjo punë do të kryhet shumë shpejt, vetëm vje keq për Ahmetin që ka tensione dhe kam një frikë se mos eventualisht s'vepret. Atë lutem, pa ludime. Për respekt, me ne keni pas o kondukte me thonën që kemi shokët aty. Po jeni pa nuk jeni të ndershëm nuk keni. Pa ludime, ju lutem. Çeli kemi më. Ju lutem njerëz të tjerë se për juve ndrysh kisha fol. Që për kryetarin shaka thonë. Ftoj për dorën, të lutem, po. Jo, po, unë tash kam lexuar. Shaka thonë çky, për ton. Era me unë. E ky e di shaka. Ftoj për dorën, zoti Azemi. Situata po përsëritën, por zgjidhjes po ka. Më lidh me Si shihni fundin e kësaj çështje? Unë mire përmeni zotri Faiku se kjo çështje duhet të përmbyllet një herë për gjithmonë, se gjitha aktet ligjore, institucionale janë në favorin tonë. Edhe unë po them kishte me qenë një keshpërdrim jashtëzakonisht i madh i një personi i cili gjitha këto vendime të kuvend, të qeverisë, të aktgjykimit kushtetues, të aktgjykimit rejudikata të hedhë poshtë. Unë po them, Zotë Shabani, çfarë forme eventuale mund dëshoni se mund të hidhen poshtë? Apo mund të krijohet një situatë e re?
Edhe si do të veprojnë të atëherë, eventualisht. Shiko, unë e kam thonë edhe në interaktiv, po edhe në raste tjera. Nëse donë të Se 5 vite janë vetëm për gjykatës kushtetuese, pavarësisht prej procesit. Nëse donë të ekzistoj Kosova si shtet, pa tjetër duhet të bëhet ekzekutimi i këtyre vendimeve deri te udhëzimi i dhomës. Se mendoni ka atë pesë sa krahasohet me vetë shtetin e Kosovës? Natyrisht se në atë moment kur vendimet e gjykatave, duke marrë parasysh edhe gjykatës më të lartë, gjykatës kushtetuese, vendimit të qeverisë, kuvendit, atëherë shteti është i kapur. Edhe të lutem, nëse është i kapur dhe duhet të dihet. Shumë shkurtimisht je i fundit edhe vetëm 1 minutë, zoti Sulejmani. Unë kryetarin i them se me 27 i bojmë më të i bojmë aty. Prandaj je i ftuar, edhe mos u bandallavere. Aty më të po. Mirë, shkurt. Që po them sinqerisht po them, shumë po them. Sikur se duhet të dosh fundi debatit ton, mbasi debati më kemi na udhën tonë. Me përplasje më të mëdha mes vetë punëtorëve të fabrikës së Gypave, ishim në debatin logu në 1 vjetorin e grevës, të shohëm kur do të bëjmë debatin tjetër për të parë zgjedhjen përfundimtare të këtij problemi ashtë mpret. Ju falenderojmë që ishit me ne dhe miropafshim.